Përshëndetje miq, si ditë shtune muhabet e pazari. Sot po i filloj pak ndryshe. Do i filloj me xhinglat e minglat. Këto janë kutia për biskota. Kur bëjmë dhurat, janë shumë të mira dhe kushtonin 2 euro. Thash po i marr dhe bëra gabim që nuk mora tjera. Kjo është ombrella prej letre. Më tha bashkëshorti im, po kjo për çfarë të duhet më ta pikturoj, thash. Kishe një ide vajzës, se unë as vetë nuk e dija për çfarë breva, po më tha vajza më ta pikturosh mami, po mirë, tash të futem kurs pikture. Këto i bleva për biskota dhe këto 2 euro ja vlen se këto janë shumë të shtrenjta. Kishin gjithë format, më falni, formë të rëndafili, e shumë format të tjera, do i provoj, di laj, tash kur të bëj biskota, si thonë ja vlen apo jo, më mirë ti kesh, tash po i marr. Harrova nuk futa në video breva dhe ca xhingla mingla tjera, por ato s'po i tregoj, po i lejmë. Këto vezët i bleva tek fermer, qikojnë duke që janë të freskëta, i ka shumë të mira, me 2 euro 50, 6 kokra. Tash po i marr. Brokolit me 1 euro kilen, kjo lulja lakrës me 1 euro kilen. Dohet mira shumë, po tash vaj dorë Neli. Lullështrydhet e para të këtij viti, 4 euro këto qestinat e vogla, ishin shumë të mira, i provova. Këtu kemi tomatet me 2 euro 50 centesimi kilja, dhe këto shumë të mira, po me një vend i mora këto. Mora dhe këtë majdanozin dhurat, mora këto kostine i quhen këtu, bjetole, nuk e di tani se si quhen në Shqipëri këto lakrat. I kanë fut më ujë tani, do t'i përgatis për drek. Mora dhe këto angjinaret, ishin 10 copë 4 euro, thash, hajt më 4 euro një akullore, thash, vetëm duan qik pun, po sot bët i pastroj t'i përgatis, sa krutët, sa në tigan, se prishen, ja vlejnë, apo jo si thoni ju, për mendimin tim ja vlejnë, se dhe bishtat nuk bëjnë 4 euro, kështu që thash po i marr. Alvolo, kur thon këtu, portokallet me 1 euro kilen, tha i zonë nga Sicilia, e provova një engra dhe shumë të mira, patate dhe këto qepët me 1 euro kilen. Bananet me 2 euro 50 centesimi kilja, selinoja me 2 euro kilen, mora dhe në qik mish sot, ja 22 euro e ca i prisha, nuk është se jam dhe gjithë sotë, mora në qik spezzatino, kjo është për ragu, spezzatino dhe përgatis sot, me patate, mora këtë fileton e pulës, gjoks pulesh, sa të miren, i futa në përqese dhe i futa në ngrirje. Mora dhe këto krate pulës, edhe këto i futa në ngrirje, thash do t'i përgatisne në ditët dhe do i postoj recetën. Ky ishte spezzatino, mish vici, ishte me 16 euro ca kile mora. Dhe ka që ishte pazarimi, ju përshëndes, ciao.